Na do t'jemi akoma bashk, Rasim Thaçi, ne ndjehemi shumë mirë që ju kemi sonte në Odeon. Broma. Cim, cili ka qenë rrugtimi juaj kushtimisht shkurt kështu jetësor? Jeni lindur në Llaposhnik, apo? Në Vukovc, po për shkak të emrit që s'ka qenë emën simpatik, tash është Llaposhnik. A Vukovc është qujtë më përmajrët, ha? Vërtet? Po, Vuk, domethënë ma shumë ka qenë. A ju kam dëgju shumë herë që keni thënë Vukovc, tani Llaposhnik. Me bashkëdyzimin e nënës Habibe dhe Rustemit më kanë bënë. Dhe elementeve të Fahrenheitit. Po, ashtu. Pastaj... Shkollimin fillor edhe të mesëm në Prishtina? Jo, në fillim pak në Komoran. Mas nej, se në atë kohë duke, përmbon në Prishtinu duke do farë filtra, ju e dini që Sërbë nuk kanë posë qef me ordhen pe i Drenice, dhe më thonë Drenica është qysh në kohë, kuna ma të larta pak, dhe më thonë li. Gjithherë problematike. Ashtu po. Për pushtetet. Ashtu po. Tani o duhet me shku pak në Këfc, tani pak në Magore, tani në Sadlar, tani të orë nga qeri, ka pak, tani këllop. Këllop një ditë. Pastaj, edhe futbolist kom qenë. Mirë, shkollën fillore, një pjesë të atje, pastaj në Prishtinë. Pastaj po në Prishtinë, këtu e di që ka deri një 5-6 vjetës nuk luishin futbal, se këta që kanë qenë si Prishtinali, si, ju theshin, faqin turqisht, si Prishtinali, ata ikë më le shku që i kanë drejqin. Hupët. Shkollën e mesme, ku keni mbaruar asim? Shkollën e mesme teknike, në ndërtimtarin, s'kum pos qef me shku në atë shkollë heq, se matematik e kom pos nesh gjithë. Po baba i ndjeri, kishtë qef sa ma shpejt me dollë teknik i ndërtimtaris, se u punësej shumë shpejt. Edhe inxinjerë. Po, inxinjerë po, a që merke mu në qafë, që ku morë 4 hura në kokën time, ajo s'ka lidhe. Pastaj, se ndërtimtaria shumë shtirë, ka vizatime shumë, nuk isha ku me stërvit, se më këmë qenë futbolist. A fillove futbolin shumë herë? Krahas, asaj, po. Atëre dy qyshe kryve shkollën e mesme, i thash babës se fillova mu rrit, edhe fillova mi aktuj fjallën, se del shkollën të mesme më reke. A të reke? Po. E ka pas shumë dure në ronë, interesant, po e ka pas një stil të rehnit, se unë im konë të më thonë gjithmonë sportiste, e kur dhe ke më mahije, i eksha, po tani i ronë fije, edhe bobën do, po, shumë mashtroj, ma bëjke me kitë dur, tahi, lapë. E ka pas dure në ronë, najmë shumë e dërtite. Në këtë periud keni ushtruar në cilin klub futbolistik? Do më thonë, krahas studime ma vonë në fakultetin e kulturës fizike. A regjistrove fakultetin e kulturës fizike në Prishtinë? Në të vërtetë unë i këmë kryu ma heret këtë shkollat e pioner të junior këtë, mirë po atëhere, ju e dini që ma shumë kanë sundu e pak shqiptari me lujë në atë kohë futbal, e shkova në flamurtar. Karriera ime është, dhe më thonë, 10-12 vjetë, dhe më thonë, këmë qenë futbolist i flamurtar, bili kur kemi luë me në Vuqit tërnë, jënë kondo ako pantin në Vuqit tërnë. Flamurtar, unë e najmë këmë kalu mas mirë të shumë mirë më kanë prit, flamurtari me Vuqetërnën, i falenderoj shumë. Veç pak, ju gabim reshu blok, më kanë më kanë myrë. Pse, edha një gol apo qa? Se edha është gol, po edhe më patën thonë më zgabo, po rase, ma hini mu tupi. Edhe hinin gol. E tani, që tha Violeta, kuku për mu shka i bona vetit. Mi po isha atër pa martu s'ka lidhe. Karrierin këm pos pak si shkurt, sepse për me qenë futbolist, du të me hongër të diti jedhë përveqat edhe mjek e din vitamina, du të mishti trupit. E jo me hongër 3 dit lang. Me speca djeks. Speca djeks, që ashtu pra.
Edhe me shku në stërvitje. Po. Si ju thoshin trenerët? Ushqehuni, pastaj 3 orë, jo, vini në stërvitje. Hamamin 3 orë. Une... Bili ka bova ki në una do djathë një spetet shumë herë, halo pa hinë stërvitje, specin, rap. Bili një herë i shkon, edhe i thashe inon, mësë më jem specat djek, një i shkon gjahil. Ama si më hi 10 minuta... Të lujt. Fakultetin e kulturës fizike keni mbaruar në Prishtinë. Po. Profesori edukatës fizike i martuar me Lapjane. Po. Kombinimi mirë ky. Deri para se mu martu, jem konë 100% Drnicak. Tash jam Drnicak vish 30%, 70% jam Lapjan. Violet nuk o mi, po s'ka ti bësh. A e di pse, kisha qinru, halo, Drenis, po kur pa therrohet për në remendimin. Qa për i thue, o vallaj Lapjan jam. Po shi që, e duke pas parasysh zhvillimin e pacërkave, dhe se ma përkujtoj pak pacërka kur fëshin këta, mendimi im personal është, nuk duhet me morë dhe tragjike martesën e tyne, se ato e keme dhe sikush me hi në Evropë. A duhet gjithësysh do mi martua? Gjithësysh, liberalizimi, një pejt, orte dhe liberalizimi viza më duket. Antari Komisionit për Integrime. Antari Komisionit për Integrime. A hejnë edhe kjo në atë pikën e. Po kjo e vëtë kjo në fund, adin në fund. Mi po interesant që edhe ato gjungën së më me kuptu, me një vorrim, ku kje gjoni më kemë vëllë që e mjellëm një njëri, kone mjellë? Tani jeni artisti lirë. Urna? Tani jeni artisti lirë. Po, artisti lirë. Me dëshirë keni heqë dorë nga arsimin, atë kohë për mi lënë rogën dikujt nga kolegët. Në vitet e vështira, vitet 90. Ka qenë fillova, tash lënda e me ka qenë specifike, ti e din kur fillu në për garozha, e din ti edhe arsim në për garozha, në për garozha geografi, histori, ha, di qysh, po në për garozha fiskultura, edukat fizike qysh. Atëre fillu, ani tha dilë, u dushke në bërë. E tash aji që na kilque shpin, krejt mërena, të e rëndë, thash në jem të edukat fizike, e të mërë hin mërena, tha, mërë, qysh hin mërena. Se ti edhe o borin pezen, ha? Po, a i kishtit strukat e ti palo pantotën, i tha, kur tha mësë shumë, edhe fillova pak edhe mu plok, saltën së mu shumë me bon, atëre një kolegë tem që jo shumë a i ri, jelë që vëmen edhe ish puna me thot drejten tani fillova në humor se kjo parja shumë e poshtër, fillova këne me morë ma shumë, këne me shë për shamë sa 30 rrugat arsimit, kërë shane, kështu që arsimi e bona, ciao, arrivederci. Cim, edhe humor keni fillua shumë i ri me... Bilione me humor kështu në televizion e im dojtë shumë vënë, se në atë kohë, me identitetet socialiste, komuniste, i kanë pas do farë, dhe më në duke pak me konë, më së thamë shpion, po pak mju, ati shteti mju për me hime dhe për tu se mju konë për shtatë, me qenë elastik. Po, elastik, që ashtu bëshë ma shumë në për kafe, në për darës, ma vetëm e vetëm për mu të regu, kur se si nuk musha në RTK. E i falenderoj këtu, nështë nuk konë reklam kjo Mustafa Lilit. Jo, absolutisht. Aj, mu më lesin e qumilin të mënë, aj ka në ka në televizion. Ju ofroj... Edhe pse ka pas shumë peripeti tjera, si redaktore, producent. Aktor të rrugve tjera, mirë po ati falenderoj, se që këtë që jem, dhe më thonë, RTP-ja, i falenderoj, mësë me paska RTP-ja, së nuk isha kë. Dhe më thonë, edhe njerë i falenderoj shumë. A ka qenë ëndra juaj futbolli, sporti, apo humori? Apo këto njëra e kanë plotësu njëra tjetër? Falem se nashti e dinë... A ka qenë ëndra juaj sporti, apo humori? Në kështu. A ke fillu mu plaka? Urna? Asponina? A ke fillu mu plaka? Nej, Asponina. Mi, po normal është, kur shkojnë senet, dal nga dal, najmë është okej. Po me shku senet tonë tërt, atërë dije që... Me citë ta paret. Po, vishë bë njëherë me kom... Me, spërt.
Mirëcim, ne do t'jemi akoma bashkë. Okej. Do t'i ftojmë në vazhdim përsëri aktorët e humorit me na sjell emocione humorin.